Reagime të shumta edhe nga partitë politike sepse artan grupit ju caktua arrest shtëpiak. Nga opozitarja LSDM situatën e cilësojnë si teatër dhe plan të kurdisur nga pushteti. Odredowanjето kuqen pritvor za grobi e potvrda дека се е договорено. Затоа обвинителството и судството беа ставени под директна контрола на Мицковски и ВМРО ОКГ, зашто СДСМ со месеци говори. Sipas VMRO DPMN-s, LSDM friksohet nga ajo që grupi mund të zbulojë para organeve hetimore lidhur me bashkëpunimin e tij me ish funksionar. СДС, партијата која соработуваше и молчеше кога Груби правеше криминал, се исплаши до срж. Затоа што не знаат што се Груби може да каже. Дали имаат страв дека неговиот исказ ќе оди до поранешен председател на СДС и премиер на Македонија. Nga vlen thonë se grupi po e shtyen Ali Ahmetin drejt ekzekutimit politik. Rikthimi i grupit nuk është fundi i procesit, është fillimi një zbërthimi që mund të çojë në demaskimin e plotë të mënyrës se si ka funksionuar BDI. Pyetja nuk është më nëse do të ketë pasoja politike, por sa të thella do të jenë ato. Sipas Dimitrievskit, nga znami një shtet serioz nuk duhet të lejojë gjëra të këtilla. Недозволиво е да лице кое што подолг временски период е во бегство се враќа во државата и му се изрекува мерка притвор и истото од распит завршува дома. Значи, сериозна држава не смее да си дозволи такви преседани. Pas këtyre deklaratave, BDI doli me reagim. Integristët të bëjnë thirrje gjykatave, prokurorisë dhe të gjitha organeve kompetente që të veprojnë vetëm mbi bazën e ligjit dhe provave, duke mos lejuar që klima politike të ndikojë në punën e tyre. Konsiderojnë të drejtë vendimin e artan grupit për t'u paraqitur para organeve të drejtësisë dhe për t'i paraqitur argumentet e tij në kuadër të procedurës institucionale. Megjithatë, kjo ka kuptim vetëm nëse shteti garanton një proces të drejtë, të paanshëm dhe transparent, të liruar nga ndikimet partijake dhe presionet politike. Partia nga e cila vinte grupi BDI prej që procesi zhvillohet në përputhje me standardet më të larta të sundimit të ligjet, me një nivel të lartë transparence në përputhje me interesin publik, respektim të plotë të prezumimit të pafajësisë dhe me mbrojtje të drejtave dhe lirive individuale.